Rusia I tha Ukrainës në bisedimet e paqes të së hënës se do të binte dakord ta përfundonte luftën vetëm nëse Kievi do të pranonte të dorëzonte territore të reja dhe të kufizonte madhësinë e ushtrisë së saj sipas një memorandumi të publikuar nga mediat ruse. Kushtet e paraqitura zyrtarisht në negociata në Stamboll theksuan refuzimin e Moskës për të bërë kompromis mbi qëllimet e saj afatgjata të luftës, pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund gjakderdhjes në Ukrainë. Ukraina I ka hedhur poshtë vazhdimisht të kushte, duke I cilësuar si të barazvlefshme me kapitullim. Delegacionet ruse nga të dyja palët, si dhe ajo ukrainase, u takuan për vetëm një orë dhe ky ishte raundi I dyti I negociatave direkte nga marsi 2022. Ata ranë dakord për një shkëmbim të ri të robërve të luftës, duke u fokusuar tek më të rinjt dhe më të plagosurit, si dhe për kthimin e trupave të 12.000 ushtarëve të vdekur. Presidenti Recep Tayyip Erdogan e përshkroi takimin si të suksesshëm dhe tha se shpresonte të organizonte një takim mes Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelenskit në Turqi me pjesëmarrjen e Trump. Megjithatë, nuk pati përparim në një armpushim të propozuar të cilin Ukraina, aleatët e saj europian dhe Shtetet e Bashkuara po e kërkojnë që Rusia ta pranojë. Moska deklaron se kërkon një zgjidhje afatgjatë, jo një pauzë në luftë, ndërsa Kievi beson se Putin nuk është I interesuar për paqe. Trump ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara do të riqen nga ndërmjetësimi nëse nuk ka përparim konkret. Ministri I Mbrojtjes I Ukrainës, Rustem Umerov, tha se Kievi, I cili ka hartuar vetë një plan për paqe, do të shqyrtojë dokumentin rus pa komentuar menjëherë. Ukraina propozoi zhvillimin e më shumë bisedimeve para fundit të qershorit, por beson se vetëm një takim me Zelenski dhe Putin mund të zgjidhë çështjet kryesore. Zelenski tha se Ukraina ka paraqitur një listë me 400 fëmijë të rrëmbyer nga Rusia, por delegacioni rus pranoi të punojë për kthimin e vetëm 10 prej tyre. Rusia pretendon se fëmijët janë zhvendosur nga zonat e luftës për mbrojtje. Kërkesa të ruse, memorandumi rus I publikuar nga agjencia Interfax kërkon njohje ndërkombëtare për krimen dhe 4 rajone të tjera të Ukrainës si territor rus, tërheqjen e plot të forcave ukrainase nga këto rajone, Luansku, Donjetsku, Zaporizhia dhe Kherson, neutraliteti I Ukrainës, mos antarësim në NATO, të drejta për rusisht folësit, rusishtja të bëhet gjuhë zyrtare dhe të ndalohet me ligj glorifikimi I nazizmit. Ukraina I ka cilësuar këto kërkesa si të papranueshme. Rusia prezantoi 2 opsione për armpushim, tërheqjen ushtarake të Ukrainës nga të gjitha rajonet e përmendura, ndalimin e ndihmës ushtarake të huaj për Ukrainën, ndalimin e komunikimeve satelitore dhe inteligjencës, heqjen e ligjit ushtarak dhe mbajtjen e zgjedhjeve brenda 100 ditësh. Medinski tha se Rusia sugjeroi edhe një armpushim treditor në pjesë të caktuara të frontit për mbledhjen e trupave të rënëve. Ukraina ka goditur flotën e bombarduesve strategjik rus. Të dielën kreu një operacion me 117 dron në bazat ajrore të Siberisë dhe veriun ekstrem të Rusisë që synonte aeroplanët bombardues dhe kapacitetet bërthamore. Operacioni I quajtur Rjeta e Merimangës u zhvillua pa njoftim paraprak për Shtetet e Bashkuara për Britaninë. Dronët ishin fshehur në kasole druri dhe transportuar fshehurazi pranë bazave ushtarake. Sipas shifrave ukrainase, 41 avion rus janë dëmtuar. Humbjet përllogaritën në $7 miliard, 34% e bombarduesve strategjik rus janë jashtëloje. Zelenski e cilësoi si një rezultat brillant dhe tha se operacioni ka rikthyer besimin e partnerëve ndërkombëtar. Ne nuk do të dorëzohemi, nuk do të pranojmë asnjë ultimatum, tha ai në një konferencë online.